Administrata e parë e presidentit Trump ka një trashëgimi pozitive në Ballkanin Perëndimor. Gjatë asaj administrate është bërë antarësimi i Malitëzi dhe Maqedonisë së Veriut në NATO, është bërë ushtria e Kosovës, kemi pranuar njohje ndërkombëtare, mirëpo siç e kam thënë shpesh herë, natyra e relacionit mes Kosovës dhe SBA-ve nuk diktohet vetëm nga kush është në shtëpi të bardhë, por diktohet edhe kush udhëheq me qeverinë e Republikës së Kosovës. E fatkeqësisht, ne kemi në krye të vendit një kryeministër në largim, i cili e ka izoluar Kosovën dhe sot, 26 vite pas luftës, aleatët që na ndihmuan të çlirohemi e të ndërtojmë shtetin e kanë sankcionuar Kosovën. Është momenti i fundit që lëvizja vetëvendosje, deputeti Kurti të reflektoj. Bota po ndryshon çdo ditë, drastikisht dhe dramatikisht. Kosova nuk guxon të sillet me kësi lloj indiferencë dhe papërgjegjësie. I bëjmë apel zotit Kurti që të reflektoj. Kosova është më e madhe se sa egoja e tij personale. Dhe ne në këtë seancë duhet të ishim të mbledhur për të shkarkuar bordin e zërejës, i cili është instrumentalizuar në plotëni nga lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti, dhe nuk po i mbron më interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Nuk bëhet fjalë vetëm për biznese e pronar, bëhet fjalë për ekonominë e vendit, bëhet fjalë për mbi 140.000 punëtorë.